përjedhoj edhe kandidat i ri, por ajo që unë kam shpreh gjithmonë edhe publikisht, por edhe mënyrën se si kam bërë politikën edhe sjelljen time si parlamentar për aq kohë sa unë kam qenë në parlament, ka pas profilin e një profesionisti. Përjedhoj që në këtë aspekt unë synoj votën e profesionistëve, sepse unë jam nga ndër ata që besoj që politika duhet të jetë profesionale. Sigurisht që ka një tentativë për të shtyr kufit, për të shtyr territorin, sepse është e natyrshme se secili prej kandidatëve përpiqet sa më shumë të bind njerëz dhe sa më shumë të kontaktojë njerëz, të cilët mund të jenë në zonat që nuk kanë nën përgjegjësi politike, madje ka kandidatë të cilët nuk kanë zona nën përgjegjësi politike. Pavarësisht konkurrencës, pa kemi arritur që strukturat partijake luajnë rolet e tyre, strukturat partijake të jenë terren, mos cënohen nga gara, gjithë të kenë si kërkesë parë votën për Partinë Socialiste. Pastaj sigurisht brenda kësaj mënyre të bërit fushat do kërkojnë votën edhe për vete, pra mënyrë individuale. Nuk shoh një prezencë nga kundërshtari, ndoshta është për shkak të mënyrës se si ata bëjnë fushatën, ose ndoshta për shkak të fakti që nuk kanë strukturat të organizuara. Në fakt s'kan as çfarë ofrojnë, as nuk kanë çfarë t'ju kërkojnë njerëzve, as nuk kanë çfarë t'ju ofrojnë njerëzve, as nuk kanë kush t'i përfaqësojë fakt njerëzit aty. Pesë për 14, 5 për Tiranën, 5 për Shqipërinë. 5 për 14 sepse jam angazhuar në 5 çështje kryesore që shqetësojnë njësinë. Dhe sigurisht të 5-ta janë edhe në shërbim Tiranës, sepse 14 është në shërbim Tiranës. Dhe patjetër që 5 për Shqipërinë, sepse 5 është numri i Partisë Socialiste dhe duke realizuar dhe premtuar këto 5 prioritete për lagjin 14, besoj që gjitha votat shkojnë për Partinë Socialiste dhe për 5-ën Partisë Socialiste. Në atë zonë, unë kam trajtuar disa problematika specifike lokale që lidhen me problematikat e asaj zone. Dhe përjedhoj, unë kam kërkuar votën e asaj zone për t'i përfaqësuar në parlament dhe nëpërmjet presionit institucional që mund bëjë një deputet i kuvendit të realizojë disa parametra që i nevojiten në njësinë 14 apo lagjin 14. Për t'i krijuar kushte që të ketë një poliklinik, të ketë një komisariat, të ketë një shkollë të mesme nëntëvjeçare, pavarësisht se tashmë Bashkia e Tiranës, me sa jam informuar, ka lidhur ca kontrata për bërjen e shkollës të re në atë zonë. Mendoj që ai zonë ka nevojë për një vëmendje në përputhje me numrat që ajo përfaqëson. Kështu që mendoj që unë do kërkoj votë specifike nga ai zonë, përveç votave të tjera në qarkun e Tiranës, e cila lidhet me veprimtarinë time publike dhe parlamentare. Lagja 14 do kthehet njësi 14. Asnjë pallat i pa legalizuar në zonë, asnjë shtëpi jashtë rrjetit të UKT-s. Çdo i ri do të shkollohet në njësinë 14, parkime publike për çdo rezident të njësisë 14. Dhe mendoj që këto janë 5 prioritete, të cilat realisht zgjidhin 5 probleme madhore në atë zonë.